nëse dikush e prish agjërimin gabimisht. Pra në këtë rast nuk ka kefaret, madje nëse e prish agjërimin gabimisht dhe e vazhdon agjërimin, atëherë dhe agjërimi është i saktë. Përveç se nuk ka kefaret, edhe ditën të cilën e ka prish mund të vazhdoj. Mirë po, në rast se personi i cili e ka prish agjërimin dhe mendon se veç se është prish agjërimin dhe tash e bën veprimin i cili kërkon kefaret në këtë rast. Do të thonë, një person po han nga harresa. Nga harresa. Edhe i kujtohet, thot, unë po harrej. Tash, thot, masi veç e prisha, pe vazhdoj. Çka ndodh me këtë njeri? Nëse personi në këtë rast, thot veç se e prisha agjërimin dhe e bën një veprim i cili e obligon kefaretin, pra siç e përmendëm marrëdhënia gjatë ditëve të Ramazanit, atëherë këtij personi i obligohet kefareti. Për arsye se ka qenë në vedijen e tij në këtë rast, pra, nëse ka qenë i vedishëm se agjërimi mund të vazhdoj edhe pas harresës. Mirë po, nëse nuk ka qenë i vedishëm, pra nuk e ka ditur se agjërimi prishet dhe nuk mund të vazhdoj më tej, pra ka qenë ignorant i dispozitës së caktuar dhe e bën veprimin i cili kërkon kefarat, në këtë rast nuk kërkohet kefarat prej personit të tillë. Do të thonë, nëse një person e bën një vepër, edhe mendon me vetë që tash u prish mos, s'ka mos vlen agjërimi i tij, atëherë thot prish për prish, bile pe vazhdoj edhe më shumë. Ky person llogaritet si i paditur që nuk e obligoj me kefaret, por vetëm me bëmjen e kazas. Po, ashtu po.